Iglitare, përveç Luka Modric, është duke kërkuar edhe transferimin e Granit Xhakës te Milani. Një takim fillestar është bërë me menaxhmentin e Granit Xhakës, kurse është planifikuar një tjetër takim në ditët në vijim. Bayer Leverkusen dëshiron që ta mbajë atë, por Milani insiston në anën tjetër. Normalisht tani varet edhe vendimi që merr Granit Xhaka. Përveç Milanit, Granit Xhaka kishte oferta edhe nga Arabia, por synimi i tij është që të mbetet në Europë. Kurse për Luka Modric, sipas mediave italiane, thuhet se marrëveshja është arritur dhe ai pritet që të kthehet nga Kupa e Botës për klube, që tani është duke u zhvilluar në Amerikë. Nëse Milani përfundon me sukses këto dy transferime, atëherë me çfarë note i vlerësoni ju? Padyshim që merkato mbetet akoma e hapur dhe pritet të ketë më shumë transferime. Por me çfarë note i vlerësoni ju këtë dyshe?